Atëherë këta janë 3 të nominuarit e kësaj radhe, të cilët do luftojnë me njëri tjetrin për të qëndruar në shtëpi deri të shtunën, pra, për të parë se kush do dalit shtunën nga këta të 3, Gerta, Aldo, Jozi. Tani ç'është e vërteta që mbrëm te darka, sidomos dhe në vazhdim, edhe sot e shikoj, të 3 janë aktivizuar fuqishëm. Pra ky nominim duket që për të 3 është domethënës, pra është një nominim që s'po them ja kanë frikën, por që i trembën deri diku sepse janë aktivizuar fuqishëm. Sidomos Aldo është aktivizuar shumë, e kam parë që mbrëm. Gerta është aktivizuar fuqishëm, plasi debat dje mbrëm me gjithë shtëpinë aty në dark. Por dhe Jozi sigurisht është bërë pjesë e debateve me këta të dy. Tani zëra thonë që ai që aktivizohet më shumë, ai është më i trembur, ai është më i rrezikuar. Por ç'është e vërteta, unë mendoj kështu që lufta më e madhe do jetë mes Gertës dhe Aldos. Jo se Gerta dhe Aldo janë të rrezikuar njësoj, jo për këtë, po për shkak se Gerta dhe Aldo është një luftë brenda të njëjtit lloj. Pra janë të dy brenda të njëjtit kuadër, apo të njëjtës anë, apo të njëjtit koalicion, le të themi kështu. Sepse kanë patur gjithmonë atë divergjencën e vet se kush është lideri i grupit i erë. Aldo thotë e kam bërë unë grupin, Gerta me nën tekstet e saj nën kupton që është ajo liderja e grupit, dhe normalisht lufta mes këtyre dyve besoj që do jetë më e fortë, në kuptimin që kush të qëndrojë nga këto të dy. Sepse ata atje brenda nuk e dinë gjëra siç e dimë ne jashtë, kështu që nuk e dinë se kush është më i rrezikuari. Nga ana e tij Jozi ka një linjë çik më ndryshe, ka një linjë me Loredanën, ka një linjë edhe me pjesën tjetër të shtëpisë, jo me Gjestin, jo me po them edhe me Gertën vetë, edhe me Rozanën e kështu me radhë. Pra ka ca linja tjera, ndërsa këta të dy e kanë, si thosh atë, kunjin me njëri tjetrin. Kështu që nuk e di se si do shkoj, por që i ka bërë mirë ky nominim, sidomos Aldos, e ka zgjuar komplet. Tani ai do t'i shpërfaqë gjitha, besoj se s'ka asgjë për të humbur. Gerta nga ana e saj, po Jozi besoj që do bëjë të njëjtën gjë. Mua personalisht më rrezikuari nga këta të 3 më duket Aldo, pa diskutim, siç na duket pothuajse të gjithëve, dhe mendoj që Aldo do jetë i larguari të shtunën. Tani si e mendoni ju? Sipas jush, kush largohet të shtunën?